të transportit të antarëve të Freshit që erdhen nga Tirana për të votuar në Korçë, sepse janë banor të Korçës dhe ishin me studime në Tiranë. Po mi mësi, se më ndërpreve, kur bën mitingun kjo partia e virgjereshave që ngre akuza për çdo gjë, dhe i merr ato butë nga gjithë Shqipëria, këta protestuesit vinë e paguajnë vetë biletën, jo më ja u paguan partia. Ja u paguan partia biletën, dakor? Nuk e di kush ja paguan biletën, Partia, ta them kush ja paguan. Ja paguan partia. Nuk ka protestues që vinë dhe ata protestues që i marrin nga zonat më të varfra, që paguajnë dhe biletën, që të vinë dëgjojnë lullin Tiranë. A jeni të gatshëm zoti Rama të garantoni të Partinë Demokratike dhe opozitën për zgjedhjet e ardhshme për votën? Pra jeni gatshëm plotësoni çdo kusht tyre për votat? S'ka lidhje fare kjo. Si s'ka lidhje kjo? Votat në Shqipëri, dëgjoj Fevzi, zgjedhjet në Shqipëri, qoftë në 2013, kur ishte Saliu në pushtet, si ishim ne, kur KQZ-ja ishte me shumicë e Saliut, jo e jona, qoftë në 2015 kanë qenë shprehje e pakontestueshme e vullnetit të shqiptarëve. Pastaj, a ka gjëra që duhen korrigjuar, a ka fenomene të shëmtuara, lart e poshtë, jo, a ka deformim vote, se fenomene më këtë gjithë ndaj. Nuk ekziston dot një deformim vote me 4.000 vota diferencash, se nuk është e mundur. Nuk është deformim vote, isha në Tiranë, po, që fitova unë me 10 vota dhe pastaj u gdhi tjetri kryetar bashkie. Dhe do më lejosh të them diçka në fund? Po të lejoj vetëm sa të bëj një analiz vogël, patjetër do të lejoj, por më shkruan një person që thotë që ka identifikuar veten në foton që i tregova për agresorin ndaj Mitrit, thotë nuk kam të bëj me të. Megjithatë që ti jeti i qetë, burimin mund t'ia vë në dispozicion kur të doj, unë nuk thash as emër për të ruajtur anonimatin, e kam drejt për drejt nga personi i cili është agresor. Kaq kisha një televizor. Ato fotografi që ka çuar ai